Po në fakt kjo është një ngjarje pa precedent, do thotë, ku universiteti nderon pushtetarët. Nuk them që të mos nderohen ish pushtetarët dhe ata që nuk kanë pozita aktuale politike, mirë po është një ngjarje jo dinjitoze për vetë institucionin akademik të Universitetit të Prishtinës, sepse transmeton një mesazh që ky institucion më tepër po i nënshtrohet pushtetit, që duhet të jetë e kundërta, ai duhet të jetë vatra kryesore kritike ndaj abuzimeve që eventuale që i krijon pushteti gjatë qeverisjes së tij. Aq më tepër koha kur po ndodh ky dekorim është e papërshtatshme, do thotë, për rrethonat tona dhe motivacionin sepse po bëhet një nderim i tillë, sepse thuhet që për shkak të kontributit të këtyre dy personaliteteve politike në ndërtimin dhe përfaqësimin e shtetit të Kosovës. E vërteta është, do thotë, evidente që përfaqësimi i shtetit të Kosovës, qoftë brenda për shkak të bllokimit të jetës demokratike e institucionale të punës së kuvendit, është në pikën më të ulët të mundshme. Ne jemi përballë një situate ku demokracia është në rrezik nga këto sjellje të pushtetit dhe në anën tjetër, do thotë, edhe përfaqësimi i shtetit të Kosovës në arenën ndërkombëtare nuk ndodhet në pozicionin më të mirë të mundshëm, por të mos thënë ndodhet në pikën më të ulët të tij. Prandaj këtë spektakël dhe këtë organizim më tepër e shoh si përpjekje për ta maskuar këtë realitet të mirë të keq përfaqësimit të shtetit të Kosovës në këto dimensione, gjë që e bëjnë këtë sjellje të Universitetit të Prishtinës jo të duhur dhe jo të mirë dhe transmeton një mesazh për dinjitetin që ai duhet ta ketë para opinionit publik, një mesazh jo adekuat. Po dashtëm ose s'dashtëm, do thotë, transmetohen mesazhet e tilla, përçohen mesazhe të tilla, sepse në fund në opinion mund të transmetohet mesazhi nëse institucioni i Universitetit të Prishtinës e nderon Albin Kurtin, atëherë kjo është dëshmi që ai qenë ka në rrugë të drejtë dhe jo në rrugë të gabuar, ndërsa duhet të jetë e kundërta, që pikërisht universiteti me sjelljet e tij kritike dëshmoj se a është në rrugë të drejtë apo të gabuar pushteti aktual. Dhe prapë tham, është pozicioni aktual i pushtetit dhe i shtetit të Kosovës nuk ndodhet në gjendjen e tij më të mirë. Përfaqësimi i tij si brenda ashtu edhe jashtë është jashtëzakonisht në pikën më të ulët dhe jemi në një situatë ku universiteti në një farë mënyrë po e maskon këtë realitet nëpërmjet këtij spektakli. Dhe atëherë e pashmangshme, këto mund të shfrytëzohen si kredite elektorale, veçanërisht nga Albin Kurti përballë zgjedhjeve lokale që janë me këtë diel në favor të partisë së tij.